Qeveria do të rregullojë lobimin me ligj. Projekt ligji është publikuar për konsultim publik, ndërsa pasqyrohen rregullat të qarta se si do të zhvillohet lobimi pranë institucioneve shtetërore. Ky draft i qeverisë ka qëllim rritjen e transparencës, ndërsa synon të parandalojë lobimet e fshehta apo korruptive në politikë. Në draft theksohet se lobimi do të mund të ushtrohet nga persona fizik ose juridik të cilët do të regjistrohen në një regjistër të posaçëm i cili do të administrohet nga komisioneri për të drejtën e informimit. Megjithatë, çdo person ka detyrimin që ta bëjë publik qëllimin e lobimit dhe subjektin. Kontrata për lobim përmban të dhënat identifikuese të palëve kontraktuese, objektin e lobimit, përfshirë përshkrimin e çështjes, fushën dhe qëllimin, afatin dhe mënyrën e ushtrimit të aktivitetit të lobimit, shumën e shpërblimit dhe mënyrën e pagesës, si dhe çdo kontribut tjetër financiar ose në natyrë, deklaratën e lobistit ose të përfaqësuesit të personit juridik, mbi mungesën e konfliktit të interesit, si dhe identitetin e çdo subjekti të tretë të përfshirë në ofrimin e shërbimeve të lobimit. Po ashtu ligji parashikon edhe masa apo sanksione administrative në rast shkeljesh me vlerat nga 50.000 deri në 500.000 lekë. Gjithashtu theksohet se përjashtohen nga lobimi individët të cilët janë dënuar për vepra penale të rënda, kanë detyrime tatimore të pashlyera apo janë në proces falimenti dhe likuidimi. Lobistët ndalohen të përdorin forma ndikimi të palishme ose korruptive. Personat e dënuar për korrupsion, pastrim parash, mashtrim apo vepra të tjera të rënda penale nuk mund të ushtrojnë lobim për një periudhë 5 vjeçare nga mbarimi i dënimit kur konsiderohen të rehabilituar. Ligji ndalon lobimin në përfaqësim të shteteve ose institucioneve të huaja kur ajo bie ndesh me interesin publik, sigurinë kombëtare apo ligjet për financimin politik. Ky projekt ligj ka në fokus ndërveprimin midis palëve të interesuara si bizneset, organizatat e shoqërisë civile apo grupet e ekspertëve nga njëra anë dhe vendimarrësve publik nga ana tjetër, duke garantuar që proceset e politikbërjes të jenë transparente dhe të gjurmueshme.